që nëse ka një problem të madh serioz sot, se sa herë flasim, juve me njeri u shkon mendja ke spaku, se juve në qoftë se juve keni dhe hallën e lajmeve, keni dhe hallën e tenxherës, keni hallën e çado e kokave të lakrës, si do hidhnin tenxhere, juve keni hallën shumë konkret. Po në fakt është shumë më e gjerë kjo, s'ka lidhje thjesht me spakun. Sistemi që ne kemi ngritur është një sistem që vetë qeveriset. Pra, këto problematika, për shembull para burgimit, duhet ishte temë kryesore e Këshillit të Lartë gjyqësor. Është qeveria e gjykatave. Ajo është qeveria. Duhet ishte temë e Këshillit të Lartë prokurorisë. Ai raporti i Këshillit të Evropës nuk duhet ishte patjetër temë jona, se nuk diskutohet se ne bëjmë ligjet, por është temë e tyre. Keni dëgjuar ju të ngrihet një problem publik? Jo. E vetmja herë kur unë shoh ata të dëgjohen publikisht është kur reagojnë ndaj meje. Kupton? Ndërkohë që janë ca të tjerë që shajnë me libër shtëpie prokurorët e spakut, unë s'kam pa në një këshill që të çohet të thotë. Po nëse, s'ka problem, jam mësuar me këto. Qa nuk të vret vetëm të forcon, e kam të provuar vetë këtë, më ka pas pëlqyer shumë kur e citoja nga Nietzsche, tani e kam me provë. Kjo është problematika që është e gjerë dhe tema është e madhe, nuk është çështje cicmicesh, nuk është çështje taktikash, nuk është çështje momenti, mua personalisht e gjithë kjo zhurmë e madhe tenxheresh që krijon një ide sikur shpondodh, më duket një palavi e neveritshme, por as më ndikon dhe s'më impresionon fare përsa i përket këtyre punëve reale dhe gjërave serioze që duhet bëjmë. Sepse flasim këtu dhe kemi folur disa tani rreth një orë, mos gabohem, se s'po mas orën, duke qenë se ju dhash kohë, Jo, flasim për kohën që morët ju me këto historit burgu, spaku, se s'po flasim për tjerat, dhe ndërkohë nuk u kujtua askush, edhe natyrisht që nuk është në një temë e rëndësishme se si do shkojnë punët ku janë dhe si do shkojnë punët e infrastrukturës në Shqipëri, kuptohet se qa ju duhet ju kjo, ju duhet vetëm rruga nga treni, Jo, aty hekur nuk ka. Në tuneli Llogaras, ky është një fakt që kush e ka kapur tamam, edhe me që jemi këtu tani për vit. Po, me që jemi për vit të ri këtu, unë po ja u them këtë se bashkë kemi s'na dëgjon njëri, hekur në tuneli Llogaras nuk ka. Aty është përdorur bar. Është përdorur bar i thatë, keni parasysh atë barin që përdoret në jug për ato tendat që të hije dhe nga që u desh vjedhur shumë, aty u përdor bar. U bë në vend hekurit, u vu bar i thatë, edhe madje ka dhe një krim tjetër aty që është bërë, që është marrë shumë zhavor. Nuk po e gjej tash këtë, se ku e kam, po është marrë dhe shumë zhavor, edhe bar zhavor rër, dhe u bë një strukturë që ata turqit, se turqit këtë punë janë të poshtë shumë, pretendojnë që është më i fortë se hekuri. Po këtë do ta studioni ju, patjetër edhe do ta nxirrni, jam i sigurt që edhe kjo do dali. Pa merak. Po në ndërkohë, derisa dalin këto, tuneli Llogaras është aty edhe është aty, është shëndoshe mirë dhe e përdorin gjithë dhe të gjithë dhe lehtësohen të gjithë. Ato pastaj janë çështje tjetër. Ato lidhen me gërmimin. Ato janë punë gërmimesh, nuk janë punë tuneli. Nuk është punë hekuri, domethënë. Ku janë ato? Ato janë punë gërmimesh. Kështu që ato nuk e di. Do gërmoni edhe inshallah i gjeni, do zoti. Ndërkohë ne do vazhdojmë të bëjmë tunele, do vazhdojmë të bëjmë akset dhe këtë mandat, si që kam thënë, do ecim shumë edhe me
projektet e grudhave. Kështu që kështu I kemi ndarë detyrat. Po juve aty, tenxheret, fort. Ka në I pyetje tjetër apo I mbaruam se këto ishin po, mos e ti të më duhet të tash që ka ky që shu si mërzit apo ti morën të gjitha pyetjet. Bekim Bici nga Ora News. Unë në fakt do doja të ndalesha pak edhe tek dy komisionet e posaçme parlamentare, ai reformës territoriale dhe ai për reformën zgjedhore, kur Komisioni Qendror I Zgjedhjeve, komisioneri shtetëror zoti Celibashi ka sugjeruar që brenda 6 mujorit të parë të vitit 2026 të mund të kemi një produkt, nëse do duhet që produkti I këtyre dy reformave të aplikohet, le të themi, apo implementohet në zgjedhjet e ardhshme. Nga ana tjetër, Partia Demokratike ka nisur një bojkot duke nisur edhe nga votimi I avokatit të popullit me Pse ka ndodhur dhe kjo? Këtë lajm nuk e kam pas. Ka nisur një bojkot Partia Demokratike? Dhe pra votimin e avokatit të popullit me votat e Partisë Socialiste. Partia Socialiste, majoranca socialiste, si do të veprojë në këtë rast? Do të vijojë e vetme me dy komisionet apo dy reformat, ato territoriale dhe ato zgjedhore, apo do të synojë që të ketë një bashkëpunim apo dialog konstruktiv me opozitën për të patur një fryt në fundit konsensual? Faleminderit. Tani, se më kujtove avokat në popullit. Se I bjen shumë gjatë këta të tenxhereve politike dhe mediatike pse fiton Partia Socialiste. Po ndërkohë harrojnë që në fund të ditës zgjedhjet janë çështje zgjedhje, praktike, një numër të caktuar ofertash, edhe ti zgjedh ofertën që do. Tani, si mundet që imagjinohet që të merret seriozisht një parti, në këtë rast demokratike, janë ndjes past, që është zyrtarisht opozita, hynë në procesin për të zgjedhur avokat në popullit, ne I kemi votat. Apo jo. Po t'ishim ata që tenxherët thonë se jemi, ne do kishim zgjedh avokat në popullit vetë. Vinim me të veliun, që e kemi tonin, si që thonë gojët e liga. Ne thamë, ne nuk do propozojmë fare, propozoj opozita, do zgjedhim një nga ata që do propozoj opozita. Vjen lista me propozim. Me firma. Lloj krijesash cirku aty. Dhe me zgjidhja atyre qorrave shohim një me I sy. E themi, po mirë. Një sy e ka mbaruar shkollën jashtë, ka bërë shumë studime, mbase, I vjen dhe syri tjetër, po të shkëputet nga këta. Po si të qoftë në atë lukuni I qorrash, ky është I vetmi. Dhe, pa pritur, merret vesh kjo. Merret vesh nga që shofin Taulant Ballën. Mos takoni Taulant Ballën, se po ju parë me Taulant Ballën mund t'ju thonë si jeni për tenxherën tonë. Edhe thonë, do të rreqim ne firma. Po si do të rreqim firma? Ku ka bërë vaki kjo? Si është kjo? Për çfarë është tu? Gallat. Tani, më thoni ju mua, ku hym ne në këtë bojkot, që I pas kam bojkotuar, se nuk e kam të informacion, se nuk I ndjek, me thënë drejtën. Ku hym ne në këtë bojkot, tani? Vin vetë,
ikin vetë, ngrihen vetë, ulen vetë, shtrihen vetë, hidhen vetë. Puna tyre, shumë e thjeshtë. Ne kemi detyrën të udhëheqim dhe t'i bëjmë të tëra gjërat që duhet bërë. Gjithmonë e kemi pasur derën të hapur. Gjithmonë e kanë pasur vendin në tryezë. Duan të hynë nga dera e hapur e tyre në tryezë, bujrum gjithmonë. Po ne peng nuk na merr dot. Askush jo ata. Dhe ne punën që do bëjmë, do ta bëjmë me ata ose pa ata. Kështu që edhe këto reforma mirë do jetë t'i bëjmë bashkë. Nuk duan t'i bëjnë me ne. Do t'i bëjmë vetë. Si do bëjmë? S'do i bëjmë fare. Pse se ata kanë ca planet tjera. Ato teoritë e tyre, jo po duam qeveri kështu, duam qeveri kështu, duan qeveri kështu apo ashtu, të fitojnë zgjedhjet. Si fitojnë zgjedhjet, të bëjnë çfarë të duan tjetër përveç punës tonë, se punën tonë e bëjmë ne. U kuptuam? Thjesht. Ka edhe një xhiro me publikun, të lutem, edhe pastaj e mbyllim me këdo qoftë nga ju që i ka ngel meraki s'ka bërë një pyetje më tani. Dritan Shqau pyet, e di që nuk do t'i përgjigjesh, por po ta them. Kur do t'i japësh zgjidhje trafikut në Unazën Elbasanit? Është bërë gangren fundi autostradës Tiranë-Elbasan dhe kufizimin i Corrikut. Pse nuk do t'i përgjigjemi kësaj pyetje, se kuptova çfarë unë i përgjigjem gjitha pyetjeve. Mjafton që të më lënë të flasë. Po në Elbasan po punohet edhe është në proces edhe bypassi Elbasanit që besoj është zgjidhja. Përveç gjithë pjesës tjetër që janë të gjitha segmentet ku nga njëra anë po ecet me autostradat, nga ana tjetër po punohet dhe për ekurullat. Në ndërkohë, ka tjetër? Ka disa, po me që infrastrukturën e prekëm pak edhe lidhur nga skepticizmi ti, ndam këtë pyetje për infrastrukturën. Por ka edhe një moment tjetër, sepse shkruan që në Elbasan është shqetësimi se vjen dhe kombinati i ri metalurgjik. Nuk jam në dieni të në një kombinati të ri metalurgjik, me thonë drejtën, kështu që i duhet thënë të lidhet me Luciano Pavarotin nga Elbasanit. Ndërkohë, përsa i përket transportit, me që jemi të transportit, të tunelet, të rrugët, të mesazhet, kam disa mesazhe të reja që dua t'i ndaj me ju. Mesazhi i kapitullit të 14 të negociatave thot politika e transportit. Shqipëria ka demonstruar progres të qëndrueshëm në harmonizimin e politikave të transportit dhe legjislacionit me standardet europiane dhe arritjet kryesore lidhen me, sipas mesazhit, përmirësimin e sigurisë rrugore, rregullimin e tregut transportit dhe planifikimin strategjik të infrastrukturës. Në ndërkohë, kapitulli i 15 ka këtë mesazh. Arritjet gjatë vitit 25 lidhen me përforcimin e angazhimit për tranzicionin energjetik dhe integrimin në tregun europian të energjisë. Shqipëria ka bërë progres në diversifikimin e burimeve energjetike, promovimin e energjive të rinovueshme dhe përmirësimin e efikasitetit energjetik. Dhe mesazhi i kapitullit 21. Hapja e negociatave ka reflektuar arritjet konkrete
në drejtim të ndërlidhjes infrastrukturore të Shqipërisë me rrjetet europiane të transportit dhe energjisë, progres në planifikim dhe zhvillim të projekteve strategjike, veçanërisht atyre të lidhura me TEN-et. TEN-et janë rrjeti rrugor europian, rrjeti infrastrukturore europiane.